Bashkia e Marrës ka menduar për të gjithë të kenë me çfarë të merren. Jam shumë e lumtur. Unë nuk mendoj se do bëj këtë gjë. Nuk do mbaroj, nuk e kam vendosur akoma. Bëjnë krenar të veç familjeve të tyre dhe gjithë komunitetin i Mariot. Kam nevojë për mësues. Mos të përdorin dhunën e para. Janë në nxënësit e shkollave. Janë të thyer, janë të hedhur në tokë dhe nuk merret asnjë mas. Aktivitete artistike dhe sportive. E bëjnë shkollën shumë të bukur, shumë të mirë për ne fëmijët dhe të shkojmë me qejf në shkollë. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e dytë në adoleshencë, teksa në puntatën e parë ne folëm për shëndetin mendor dhe atë emocional, pra kushtet që na ofron familja, shoqëria, që jo gjithmonë janë në favorin ton, po ka raste ku ne edhe mbështetemi. Dhe prandaj u thuam drejt Himarës, si qytetit vogël, por shumë të bukur bregdetar, për të ndjekur nga afër bashkëmoshatarët tanë ekscelent. Por për më shumë informacion dhe detaje, unë tani do të bashkëbisedoj me kryetarin Vangjel Tavo. Vangjel, përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Si u shkoi aktiviteti? Ishte perfekt, do të thoshja. Është për herë parë organizimi i një aktiviteti të tillë në Himar dhe kemi menduar që këtë aktivitet ta kthejmë në tradit, një aktivitet i cili vlerëson figurat himariote ndër vite, figurat e shquara që kanë dhënë kontribut për Himarën, që kanë ngritur lart emrin e Himarës në shumë fusha, në arsim, në shkencë, në sport, në kulturë, në art, por ajo që është më e rëndësishmja për ne dhe që ka pasur peshën kryesore të aktivitetit thoshëm dhe të aktivitetit të përvitshëm që organizojmë, patjetër që është e ardhmja e Himarës, janë nxënësit e shkollave, nxënësit ekscelent, të cilët, sikur se thash, janë vlerësuar për herë të parë, ata janë krenaria sot e Himarës dhe do të jenë, jam i bindur, krenaria e ardhshme e bashkisë Himarës, janë ata që do ta bëjnë krenar përveç familjeve të tyre dhe gjithë komunitetin himariot. Më vjen shumë mirë dhe jam shumë e lumtur që isha pjesë edhe pas pak nga aktiviteti, realisht më duk shumë bukur, po patjetër që na pëlqeu. Ishte vërtet mendoj që një aktivitet shumë i arrir. Po për nxënësit doja të pyesja pak për nxënësit e kategorive të tjera, pra jo për nxënësit ekscelent. Çfarë aktivitetesh keni përgatitur? Patjetër që Himara, Bashkia e Himarës ka menduar që të përfshijë të gjithë pa përjashtim, gjithë nxënësit, gjithë rinin shkollore dhe jo shkollore, në aktivitetet ndryshme kulturore, aktivitete artistike dhe sportive. Ne si vjet kemi qenë kampion për sa i përket të vajzave të volejbollit, kampionën republiken, gjithë shkollat e mesme të vendit. Të vendit, po. Dhe padyshim kjo ishte një nga arsyet që ne na motivoi si bashki për t'i stimuluar jo thjesht me një titull që e ndam sot, por për t'i vlerësuar, stimuluar dhe për të nxitur aktivitetin e tyre të mëtejshëm dhe për ta kthyer këtë sport, volejbollin e vajzave jo thjesht në një sport shkollor, por kemi menduar që ta ngrëmë një nivel më lart, ta federojmë ekipin e volejbollit të vajzave dhe kemi menduar si vjet që për Himarën të ndërtojmë dhe një pallat sporti të mbyllur për aktivitetet sportive, volejboll, basketboll dhe aktivitetet tjera sportive që mund të organizohen në një pallat të mbyllur. Nga ana tjetër, ekipi i futbollit i Himarës ka qenë një ekip me shumë emër në vendin tonë dhe mendojmë që ta riaktivizojmë dhe të rikthejmë atë ekip që Himara dhe atë emër të ekipit që Himara ka pasur në futboll gjatë shumë viteve dhe për këtë arsye përsëri do të ndërtojmë si bashki Himare një stadium të ri në Himar dhe që këtë vit që vjen, pra 2026, do të federojmë ekipin e futbollit të Himarës në mënyrë që të kthejmë të rinjt në sport, në art, në kulturë. Janë dhe shumë aktivitete tjera, aktivitete kulturore, artistike, ku fokusi është aktivizimi i të rinjve shkollor dhe jashtë shkollor.
Pra, Himara ka menduar, Bashkia e Himarës ka menduar për të gjithë brezin e ri, jo vetëm për ata që janë excellent në arsim, për të gjitha kategoritë. Për të gjitha kategoritë dhe për të gjitha fushat. E kuptoj. Unë shpresoj që të gjitha aktivitetet që u keni mendje të bëni, shpresoj që të arrini qëllimit, edhe t'i kaloni sa me më shumë sukses. Në fakt, këto metoda për aktivitetet ndryshme që u keni programuar, i shihni më shumë si një metodë stimulimi për nxënësit, që ata mbasi mbarin studimet, mbasi të kthehen dhe të stimulojnë pak më shumë dhe Himaren, apo? Shpresoj dhe uroj që vërtet të këto nxënës që janë sot excellent në shkollat e Himarës të jenë po aq excellent dhe në universitete dhe pse jo të rikthehen për të kontribuar në Himarë, sepse Himara ka shumë nevojë për këtë brez të ri. Ashtu si kurse çdo trev tjetër ka nevojë për rinin e vet. Nga ana tjetër nuk është thjesht një stimul që po u bëjmë sot këtyre të rinjve, ne me gjithë këto që kemi menduar, gjithë aktivitetet që kemi menduar, në fakt është edhe një nxitje për ata, për të rinjt e shkollës, por sikurse e thash të gjithë kategoritë e të rinjve që të aktivizohen sa më shumë në aktivitetet tilla sportive, artistike, kulturore dhe dihet që brezeri ka nevojë për aktivitetet tilla, në mënyrë që të kenë me çfarë të merren dhe mos të humbasin kohën e tyre dhe mos dëgjojmë ashtu sikurse dëgjojmë shpesh që në Himar nuk e kemi dëgjuar dhe nuk besoj kur se do të dëgjojmë raste të dhunshme apo raste të tjera të cilat janë të pahishme për këtë brez. Me të vërtetë, në fakt në vendin tuaj nuk para dëgjon raste të tilla. Nuk ka vërtet. Ka të bëj edhe me kulturën që jep familja, kulturën dhe që marrin në shkollë, shoqëria, pra në përgjithësi këtu kemi të bëjmë me një trev ku njerëzit kanë një nivel arsimor por edhe kulturor të lartë dhe nuk ka ndodhur dhe nuk besoj kur se do të ndodhi. Më vjen shumë mirë. Më vjen shumë mirë dhe inshallah nuk ndodhin. Atëherë unë të falenderoj pa mas, shumë faleminderit për përgjigjet ju. Shumë faleminderit. Faleminderit juve dhe sa më shumë suksese në projektet që ju keni vendosur të kryeni në vendin tuaj. Faleminderit. Tani do të bashkëbisedoj me Nefelin. Nefel, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Dhe me Athinan. Athinan, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si u shkoi aktiviteti sot, goca? Shumë mirë. U kënaqët? Pak stresues, po ja doli. Ja dolot. Çfarë përfshiu aktivitetin përgjithësi? Atëherë, aktiviteti përfshiu ndarje të çmimeve për nxënës të suksesshëm me nota të mira. Excellent. E kuptoj. Për sportet, për polifonikun. Atëherë, tani do të flasim pak lirshëm dhe do t'ju pyes se si ju shkon shkolla këtu. Pra sa mundësi ju jep me vërtet Himara për t'u arsimuar? Atëherë, Himara nuk njihet për ndonjë vend shumë të mirë për t'u arsimuar, por unë në këto 8 vite kam një eksperiencë shumë të mirë, sepse janë mësuesit në moshë të vjetër, që e bëjnë shkollën shumë të bukur, shumë të mirë për ne fëmijët dhe të shkojmë me qejf në shkollë. E kuptoj, pra ndjeni mirë në përgjithësi. Atëherë, për mua, unë kam qenë në shkollë greke, në Himar këtu. Po. Tash që jam në gjimnaz, jam shumë e lumtur me këto vite që kam kaluar këtu, me mësuesit që të dhe në Feli. Janë shumë të dashur me nxënësit, të ndihmojnë për çdo gjë që ti ke nevojë, të japin shumë dije dhe janë shumë të lidhur me njëri tjetrin, nxënës dhe mësues. Pra krijon një ambient shumë komod dhe të ngrohtë. Po. Atëherë goca, unë duhet t'ju bëj një pyetje tjetër. Duke qenë se jetoni në Himar, a ndjeni më shumë të mbështetura apo të kufizuara? Atëherë unë ndjem e mbështetur. Motra ime u largua kur pasi kreu shkollën 19 vjeçare, shkoi në gjimnaz në Tiranë, por nuk mendoj se do bëj këtë gjë, se ndjem shumë e mbështetur këtu, kam krijuar shoqërinë time dhe nuk
Nuk ndihem e kufizuar për të larguar. Po për ty? Atëherë, unë që jam në gjimnaz, do vazhdoj të mbaroj shkollën këtu, dhe kur të mbaroj, nuk e kam vendosur akoma, nëse degi ose në Tiranë ose në Greqi, por me shumë mundësi do ta bëj në Greqi, sepse andaj kam dhe njerëz të mi që mund të më mbështesin, mund të më japin ndihmë, kurse në Tiranë nuk kam asnjë të përafërt. Pra, mendojnë që në shtetin grek do gjeni një mbështetje, duke qenë se ke dhe njerëz të afërt. Okej, unë do të uroj shumë suksese, inshallah ju shkon shumë mirë shkolla ashtu dhe jeta, dhe inshallah arrini të bëni ato çka ju dëshironi. Pak nga provoja juaj personale, si mendoni shkollat dhe gjimnazet në Himar? Atëherë, shkollat... A ka nevojë për përmirësime apo mendoni që janë okay për vendin që ju jetoni? Atëherë, shkollat këtu kanë nevojë për mësues. Ja, domethënë, janë mësues të vjetër nga ato që kemi pas, por janë dhe disa që mund të largohen për problemet e tyre, familjare ose shëndetësore ose nga mosha. Dhe do ishte më mirë të na vinë disa mësues të ri që të na njihnin të neve, të merrim një eksperiencë ndryshe. Kjo për mendimin tim. E kuptoj. Po për ty? Atëherë shkolla jon, 9 vjeçare Himar, në bashkëpunim me Bashkinë Himar, po rregullohet, po thjesht mësuesit, siç e tha dhe Athinaja, kanë mbetur mësues të vjetër, duhet mësues me patjetër të mirë, mos të përdorin dhunën e para, por janë mësuesit e ri 20-25 vjeçar që kanë ardhur dhe nervat e tyre nuk i përballojnë dot të gjithë fëmijët, nuk po them që pra kanë probleme menaxhimin, patjetër. Nuk po them që ne fëmijët jemi shumë të sjellshëm apo kështu, po përpiqemi që me mësuesit ta mbajmë një lloj sjelljeje, t'i respektojmë, ashtu si duhet ta bëjnë edhe ata. Jo, unë mendoj që cilado qoftë sjellja juaj, dhuna nuk pranohet në asnjë rast, pra nuk ka justifikim. Atëherë pse keni zgjedhur të mos reagoni nga vendi juaj? Pra mos shkoni në një vend pak më të madh, ku zhvillimet mund të ishin më të shumta. Atëherë, unë kam vendosur në fakt e kisha në plan të shkoj në Tiranë, të vazhdoj edhe gjimnazin, por ndryshova mendi sepse këtu kam shoqërinë time, kam prindrit e mi më afër, dhe doja të vazhdoj akoma të jetoj edhe disa vite afër familjes time dhe pastaj të largohesh, Të largohesh, po. Diçka më tejsi për jetën time. E kuptoj. Dhe për të bësh pak edhe më pavarur, gjithsesi. Okej. Po ti? Atëherë unë nuk do bëja kur të largohesha 14 vjeçë, të largohesha nga familja ime. Po, në fakt je pak e vogël për të treguar, mendoj. Siç e bëri dhe motra ime. Motra ime ishte një nga nxënësit më ekselente në Himar, dhe prandaj vendosi të largohej dhe mos ta bënte gjimnazin këtu. Unë nuk do të bëja kur këtë të largohesha nga prindrit e mi që 14 vjeçë, por mendoj se në një të ardhme, pas të mbaroj dhe gjimnazin, do të largohem. Çfarë mendoni se duhet të përmirësohet në Himar? Pra po flasim në kuadër të shkollave. Atëherë, duhet të përmirësojnë shkollat, domethënë në ambiente, në infrastrukturë. Po, në mësuesi të ketë mësues më shumë, të japin më shumë dije, jo si ca që përdojnë të vinë në shkollë ose thonë që mezi vim në shkollë. Nuk është se në kam do një rast, domethënë si këta, po thjesht t'jap një ide. Po. Të kenë vende ku të bëhen lëndë të ndryshme. Po, lëndë të ndryshme, të ketë vende për të bërë sportet, për të bëjmë aktivitete për shumë gjëra që mund të domethënë për nxënës të kategorive të ndryshme. E kuptoj. Po ti si mendon? Çfarë mendon se duhet ndryshohet? Atëherë, unë mendoj duhet të organizojnë më shumë aktivitete, duhet mësuesia, të ketë mësuesia më e kryesorja. Siç e thotë Athinaja, atëherë mësuesit vinë me përtesë në shkollë, kjo gjë duhet të largohet, edhe nuk kam ndonjë mendim se si të përmirësohet. E kuptoj. Pra shihni që nga ana e stafit pedagogjik ka një lloj mosdëshire dhe mosvullneti. Duhet të ketë gjithashtu vende ku të kryen për shembull laborator, e kuptoj. Pajisje të teknologjisë, kompjutera, këto.
Në fakt edhe ne në gjimnazet tona që jemi në Tiranë, që konsiderohet një vend më i zhvilluar, jo për keq, patjetër, po duke qenë se është kryeqyteti i Shqipërisë, prandaj edhe ne kemi shumë mungesa nëpër gjimnazet tona. Nuk po them që është e tolerueshme, patjetërisht është. Ne kemi sepse ne kemi nevojë. Ne kemi sallat. Po nuk hyn në funksion. I kemi dhe kompjuterat, po thjesht të gjithë kompjuterat janë të thyer, janë të hedhur në tokë dhe nuk merret asnjë mas. E kuptoj. Atëherë Kosta, duke qenë se Himar është një vend i vogël dhe të gjithë pak a shumë njërin me njëri tjetrin. A mendoni se këtu është më lehtë për të marrë ajo nota e mirë se sa në Tiranë apo në vende të tjera që mund të jenë pak. Po ti si mendon, është më lehtë ta marrim atë notën e mirë këtu apo në vende më të mëdha? Në vende më të mëdha, normal që është më vështirë të marrësh atë notë që ti mundohesh ose atë që meriton. Kurse këtu duhet të përpiqesh, po jo shumë sa duhet të përpiqesh në vende të mëdha. Përpiqesh aq sa mundesh dhe të japin atë notë që ti meriton ose mund të të japin diçka më shumë. E kuptoj. Edhe unë fakt për të qenë realiste edhe me juve, edhe unë fakt kështu mendoj. Jo për t'ju ofenduar ose për t'ju thënë që ju nuk përpiqeni apo nuk mësoni, por që mendoj që është më vështirë në Tiranë se sa në Himar, se do hyn ajo empatia që kanë për njëri tjetrin, duke qenë se mund të njihen me njëri tjetrin se është vend i vogël, më kupton? Gjithsesi, unë Gosa ju falenderoj shumë që u gjetët kohën dhe vendosët dhe pranuat të bashkëbisedonit me mua. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.